Allah i lartësuna të regon për rrezikun e njerëzve të cilët e adhurojnë Allahun për një kohë dhe një kohë e luajnë. Allahu thot falamma azagu azagha Allahu qulubahum. Kur ata e lanë adhurimin e Allahut, Allahu ja u largoi përqendrimin e zemrave tyre, i devijoi. Pra nuk mund me thonë njerëz se nëse sot nuk po adhuroj Zotin, kam siguri se nesër do të kthehem të adhuroj, jo asëse. Në çdo largim i joni sot prej adhurimit, ndoshta do të na kushtoj me largim të përgjithshëm përhershëm prej tina. Kemi shumë shembuj të cilët Allah i lartësuar na flet për pasojat e largimit prej adhurimit, prej dhikrit. Kur Zoti stimulon në dhikrën për kujtim të fadhkuruni edhkurkum washkuruni wala takfurun. Unë përmeni mu që t'ju përmeni, unë falenderoni, mos më mohoni. Pra mos përmeni Allahut, mos falenderimin ndaj tine, është një lloj mohimi. Andaj ky mohim ka pasoja, nuk ka vetëm se ti nuk po shfrytëzon kohën për adhurim dhe përfundon me kaq. Jo, Ibn Qayyim kur flet për këtë çështje thotë do të pyetemi edhe për mundësinë e adhurimit më shumë që e kemi pas dhe e kemi shpërduru. Pra nuk është çështja që nëse na pauzojna, nuk bëhet gjë, pastaj kthehemi jo. Por ka pasoja, Allah na rujt, mund me na shpinë devijim të përgjithshëm. Apo edhe kur Allah flet në surën Yusuf për vëllezërit e Jusufit, dhe tregon se si vendosën t'ja bënin kurth vëllaut tina që ta vresnin apo edhe pastaj thanë ta hedhin në atë bunarin që ishte në vendin ku jetonin, thanë pastaj do të pendohemi. Dhe ky pendim sa zgjati mbi 80 vjet. Dhe njeriu asesi nuk është i sigurt se pendimi do të vjen shpejt, ndoshta do të zgjat me vite, ndoshta Zoti do t'ja mbyll zemrën edhe nuk do ta lejoj të pendohet. Nuk kemi siguri. Pra asnjëherë nuk bën të bëhet ky lloj kalkulimi se do të kthehem më vonë. Kjo është prej armëve në rrugën e Zotit. Armëve kryesore që përdor shejtani kur i nxit njerëz në gjëra, të bëj gjëra, pastaj pendohesh. Edhe ja kujton momentet e vetmisë për shembull, dhe dëshirës për mëkat, ja kujton ajetet që Zoti ka mëshirë të madhe. Thotë Allah i fal gjitha gjënat, apo Allah i kthen gjënat në sevape. Dhe me këtë lloj strategjie e fut besimtarin në gjënat. Por siç kemi thënë në emisionet e kaluara, se gjënat sjell gjënatin. Dhe sevape sjell sevapin. Ndaj ne e dim se ku duhet nejt. Pra njëra e rëndon gjendjen e njeriu, tjetra e ngrit njeriu në këtë rast adhurimi. Patjetër. Dhe jo vetëm, por nuk ka zbrit Allahu libër Kur'an. Dhe as nuk ka dërgu pejgamber që të na nxit në gjëna. Përkundrazi, ka nxit që të na largoj prej tyre. Pasi pasojat e tyre kushtojnë me zjarr dhe nuk është çështje thjesht.